Sokol Hoxha i dënuar për vrasjen e 2 vëllezërve në Patos dhe i kërkuar edhe nga drejtësia belge për një tjetër krim, është ekstraduar në Shqipëri pas gati 3 dekadash në Arati. 51 vjeçari u arrestua në muajin maj nga autoritetet amerikane në Idaho, ndërsa këtë të enjte u përmbyll operacioni i deportimit dhe dorëzimit të tij te autoritetet shqiptare. Gjykatat shqiptare e kanë dënuar me 25 vite burg për vrasjen e 2 fish të ndodhur në vitin 1997 në Patos, ndërkohë Hoxha kërkohet edhe nga Belgjika për të vuajtur dënimin për vrasjen e Brunilda Dervishit. Pas krimit në vendlindje, ai u largua fillimisht drejt Greqisë dhe më pas u zhvendos në Belgjik, ku sipas hetimeve të kryera ndër vite nga agjencitë ligjzbatuese europiane, dyshohet se ishte përfshirë në shfrytëzimin e prostitucionit. Edhe vrasja e Brunilda Dervishit dyshohet se lidhej me këtë veprimtari të paligjshme. Sipas hetimeve, Hoxha kishte sajuar një martesë me viktimën dhe shfrytëzonte atë për prostitucion, derisa i qelloi për vdekje në një lokal në Bruksel. Dyshohet se shkaki i krimit ishte refuzimi i Dervishit për t'u bindur kërkesave të tij. Pas vrasjes në Belgjik, Hoxha u largua drejt Mbretërisë së Bashkuar dhe më pas në Shtetet e Bashkuara, ku qëndroi fshehur për shumë vite. Policia e shtetit bën të ditur se deportimi i tij u realizua fal bashkëpunimit të vazhdueshëm me njësitë e hetimit ndërkombëtare kriminale pranë ambasadës amerikane në Tiranë dhe me shërbimin e marshallëve të Shteteve të Bashkuara.